Vazhduan kunja për lojën tonë, do më thënë që ti prandaj më mbështete mua, edhe thash unë ty të kam mbështet deri në këtë pikë, do më thënë kunja të këtij lloji, vetëm për lojën tonë, jo të tretë të katërt. Derisa doli te puna, edhe Mateo gjithkohës komentonte, "Ha, shef mo, ç'të bëri, si te Dhe jep përmend." shfrytëzuese ishte për Me fut me Mateo në lojë, prank. për prank. Pa, por ti e di shumë mirë se linjë që të jetori këtu brenda është vetë loja. Ti mendon që këto fjalë shkëputën në klip sepse merren të mirëqenia që janë thënë nga ai dhe i merr parasysh këto gjëra që pranon të bësh prank të tilla me persona të tillë që të kanë bërë të luash këtë lojë. Kristian, Do të thënë, në një moment kur unë ta shikoj nesër këtë klipin dhe shikoj vetëm të shfrytëzuese meshkuj, po nuk e kuptoj më për prank. S'u Jo. bësh lojë brenda lojës. Dhe unë Kjo në vetë moment që lojë. ky tha përdorëse e meshkujve, unë Aty ti e lash kalove. prankun. Okej. Jo, e lashëm prankun, po s'mund të cënonte ai në karakter. Dhe arsyetimi i tij ishte unë e kuptova që unë e teprova dhe ti nuk ishte duke bërë më prank me mua, po tha faji ishte jotita sepse ti po e çoje bisedën në ato nivele. Ndërkohë faji nuk ishte Dhe çfarë është brenda prankut eksaktësisht? para përdoruese meshkujve, ka qenë tipi që normal ja ç'a të bëri Kristi, se prandaj të dëgjojnë ty këto për lider, ti bëke këtu çfarë dush ti, ndërkohë unë një nder të kërkova, ti atë nder s'ma plotësove, edhe unë i thoja ja do bëjon ty nderet e tua, se për malin kërkove nder që me nxjerr malin nga shtëpia, unë nuk jam këtu me të bë ty ndere. Kunja Okej. për njëri tjetrën. Kaq. Kaq. Deri tek Deri tek përdorusja e meshkujve. Edhe unë i kthej përgjigjen tjetër përdoruse. Deri pastaj sa unë Mateo t'i them që ky me mosha thyer nuk merr vesh nga pranket, s'ka faj. Dhe kjo ishte edhe kunj, se normalisht ti kur bën një prank, nuk e çon nivelin e bisedës deri atje. Dhe ky tha, normal se me këtë moshën e thyer të ra sfida për të ndarë krevatin. Jo, të ra për të ndarë krevatin, jo sfida. Me këtë moshën e thyer të ra për të ndarë krevatin.